Dashi, sot do të ndjeni një rrymë të re energjie që do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e përditshme me optimizëm. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e hapur dhe e sinqertë mund të sjellë një afrimitet të ri me partnerin. Nëse jeni i vetëm, një njohje e re mund të shfaqet në një mënyrë të papritur. Në punë, bini në sy me ide të freskëta dhe kreative që do të vlerësohen nga e pronët. Financat mund të kërkojnë një vëmendje më të madhe, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes. Mos harroni të gjeni kohë për veten tuaj. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do t'ju ndihmojë të rigjeni harmoninë e brendshme. Ju meritoni të ndiheni të qetë dhe të lumtur. Demi, sot do të ndiheni të ngarkuar me emocione të thella dhe të fuqishme. Është një kohë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja dhe për të bërë hapa përpara në çështjet e zemrës. Ndjesia e ngrohtësisë dhe stabilitetit do t'ju shoqërojë, duke e bërë këtë ditë ideale për t'u afruar më shumë me ata që doni. Në sferën e punës, përpiquni të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që emocionet t'ju largojnë nga detyrat tuaja. Financat kërkojnë pak kujdes, ndaj mendoni 2 herë para se të bëni shpenzime të panevojshme. Ndërsa dita zhvillohet, ndjeni energjinë pozitive që ju mbulon, duke ju dhënë mundësinë të shihoni gjërat e vogla që përmirësojnë jetën tuaj të përditshme. Binjakët, ndërsa dita shpaloset si një petal i ri, është momenti të përqafosh energjinë pozitive që rrethon hapësirën tënde. Merr kohë për të reflektuar mbi lidhjet që të ndriçojnë shpirtin. Një bisedë e thellë me një mik do të sjellë këndvështrime të reja dhe të dobishme. Në punë, një mundësi e papritur mund të troket dhe intuita jote mund të bëjë diferencën. Mbaj një sy të mbretët për detajet, pasi ato mund të sjellin përfitime financiare. Kujdesu për shpenzimet e panevojshme, pasi buxheti yt kërkon stabilitet. Në dashuri, një gest i vogël plot dashuri mund të ketë një efekt të madh në marrëdhëniet. Mos nguro të ndash ndjenjat e tua me dikë të veçantë. Zemra ndjen më mirë kur rrezaton mirësi. Daforia. Dita e sotme ofron një ngrohtësi të veçantë që do t'ju mbështjellë si një batanie e ngrohtë dimri. Në marrëdhënie është koha për të dëgjuar më shumë dhe për të krijuar hapësirë për dialog të thellë me partnerin. Në punë, mos hezitoni të ndihmoni kolegët tuaj. Solidariteti juaj do të vlerësohet. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në planifikim afatgjallë. Energjia juaj emocionale është në një nivel të lartë, ndaj përdorini këto ndjenja për të ushqyer kreativitetin dhe për të qëndruar pranë njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Një shëtitje në natyrë ose një lexim i qetë do t'ju ndihmonte të rifreskoni shpirtin dhe mendjen tuaj. Merrni frymë thellë dhe shijoni çdo moment. Luani. Dita premton të sjellë ndriçim dhe ngrohtësi në jetën tuaj. Një energji pozitive do të mbështjellë marrëdhëniet romantike, duke ju ftuar të komunikoni hapur dhe të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do t'ju shpërblejë, duke ju ndihmuar të përparoni me projekte që shumë kush i ka lënë pas dore. Financat do të kërkojnë një qasje të matur, shmangni shpenzimet e tepërta dhe fokusohuni në kursime afatgjata. Ndërkohë, zemra juaj mund të ndjejë një dëshirë të papritur për aventura, mbasi një udhëtim i shkurtër do t'ju ngrejë humorin. Meditoni për të balancuar energjitë dhe për të qetësuar mendjen. Ndërsa dielli perëndon, ndjeni paqen e brendshme që rrezaton nga çdo moment i kësaj dite magjike. Virgjëresha. Sot, energjia yjet do të sjellin qartësi në mendimet tuaja. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të bërë plane afatgjata, ndaj mos hezitoni të hidhni hapa të guximshëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen. Bëni kohë për të kuptuar më mirë ndjenjat tuaja dhe të tjerëve. Në punë, një propozim i ri mund të hapë horizonte të reja dhe emocionuese. Tregohuni të hapur ndaj mundësive që vijnë pa paralajmërim. Sa i përket financave, është momenti i duhur për të analizuar buxhetin. Mos u shqetësoni, sepse me pak përkushtim do të ndjeni siguri. Mos harroni të gjeni kohë për relaks dhe të kujdeseni për mirëqenien tuaj emocionale. Yjet janë në anën tuaj sot. Peshoria. Kjo ditë sjell ndjenja harmonike dhe balancë të brendshme. Në marrëdhënie, një bisedë e ngrohtë mund të forcojë lidhjen tuaj me partnerin. Nëse jeni beqar, vëmendja juaj do të tërheqë mundësi të reja romantike. Në punë, idetë tuaja krijuese do të vinë në pa, ndaj mos hezitoni t'i ndajni ato me kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të qëndroni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve të mëdha. Mendoni për të bërë plane afatgjata që do të sigurojnë stabilitet. Energjia juaj është e lartë, duke ju ndihmuar të përballoni çdo situatë me elegancë. Me disa momente reflektimi, mund të gjeni përgjigjet që kërkoni. Dëgjoni intuitën tuaj dhe ndiqni rrugën që ndjehet e drejtë. Letërsi, muzikë dhe art do të ndriçojnë shpirtin tuaj sot.
Akrepi. Në këtë ditë të dhjetorit, zemra juaj rreh meritën të ngrohtë, duke ju ftuar të ndani dashurinë me ata që doni më shumë. Një bisedë e thellë me partnerin tuaj mund të sjellë qartësi dhe mirëkuptim të ri. Në punë ndjeni të motivuar për të përfunduar projekte të rëndësishme, por mos harroni të pushoni kur ndjeni lodhje. Financat tregojnë përmirësim, por është e rëndësishme të mbani një ekuilibër në shpenzime. Shpirti juaj kërkon pak kohë për reflektim. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rilidheni me veten. Mendimet krijuese janë të fuqishme sot, prandaj lini imagjinatën të fluturojë lirshëm. Kujtoni se çdo sfidë mund të shndërrohet në mundësi për rritje dhe mësim. Shigjetari. Sot është një ditë për t'u lidhur me ata që vërtet vlerësoni. Zemra juaj kërkon momente të ngrohta dhe të sinqerta, duke ju shtyrë drejt dialogut të hapur me partnerin apo miqtë e ngushtë. Në punë është e rëndësishme të përqendroheni në detajet që kanë kaluar pa u vënë re. Kjo mund të sjellë mundësi të reja ose zgjidhje për çështje të pazgjidhura deri tani. Financat tuaja janë në një fazë stabile, por kujdes me shpenzimet impulsive. Një listë praktike do të ndihmonte. Energjia juaj mendore është e fuqishme, duke nxitur kreativitetin dhe pasionin. Jepini vetes pak kohë për reflektim duke shijuar heshtjen e natyrës ose një libër të mirë. Ju presin surpriza të këndshme gjatë ditës. Britsjapi. Dita e sot na ofron qetësi dhe reflektim, duke të shtyrë të mendosh për qëllimet e tua afatgjata. Në punë, përkushtimi yt do të vlerësohet, ndaj mos hezito të shfaqësh talentet e tua me besim. Në dashuri, hapja emocionale do të sjellë bashkëpunim të thellë me partnerin. Nëse je beqar, një takim i rastësishëm mund të ndesë një shkëndijë që do të befasojë. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Shpirti yt kërkon harmoni. Kaloj disa momente në dritën e yjeve ose në hijen e një peme të dashur. Mos harro të kujdesesh për veten, pasi një mendje e qetë do të sjellë një zemër të lumtur. Merr frymë thellë dhe përqafo çastet e sotme me zemër të hapur. Ujori. Dita e sotme ofron mundësi për rritje personale dhe reflektim të thellë. Në çështjet e zemrës, hapësira për komunikim të sinqertë dhe të hapur do të krijojë lidhje më të forta me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijat e para të një romance. Sa i përket punës, do të ndjeni një shtysë të re për të përfunduar projekte të lëna pezull. Mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, sepse do të vlerësohen nga kolegët. Financat janë në një fazë stabiliteti, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke gjetur kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Së fundmi, besoni te intuita juaj, ajo do t'ju udhëheqë drejt vendimeve më të mira. Peshqit. Të nesërmen, universi të fton të shijosh momentet e vogla të jetës. Komunikimi në marrëdhënie personale do të jetë kyç, dëgjo zemrën, por mos neglizho atë që thot mendja. Në punë mund të ndjesh frymëzim të papritur për të nisur një projekt të ri. Beso tek aftësitë e tua dhe mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes se zakonisht. Planifikimi i kujdesshëm do të sjellë qetësi. Nëse ndihesh i përhumbur, tërhequ pak nga rutina e përditshme dhe kërko qetësi në natyrë. Një shëtitje në ajër të pastër mund të bëjë mrekulli për shpirtin. Kujto se çdo sfidë është një mundësi për rritje dhe mësim. Hap zemrën për të papriturat pozitive që ditët e ardhshme mbartin.